Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt live ose live, si ta doni ju. Ora është 19:30 minuta, është 2 mars 2026. Presim telefonin, më presim ta dalin edhe lekët. Ha. Alo, kush është? Alo, Alo. bravo. Mirëmbrëma, kush je i nderuar? Jam një profesor, doktor, antropolog, etnolog, albanolog, kronolog dhe pjesërisht astrolog. Po, një sekond, po si i mban gjithë të titull jo, profesor? Ashtu si që mbani ju mbi supet deformimin e historisë shqiptare, mor zotëri. Qa deformimi po thua, o zoti profesor? Fakti që bota nuk e pranon se gjithçka e ka origjinën nga Shqipëria. Po ja, gjithçka tani, mos ta egzagjerojmë, të lutem, se edhe profesor. Absolutisht gjithçka. Për shembull, Napoleon Bonaparte. Po, ç'lidhje ka me ne? Me sa di unë, ai s'ka ardhur kurrë nëpër këto territore. Po s'kam se të vite, mor zotëri, sa e ka qenë gjithmonë këtu, shumë e thjeshtë. Bonaparte vjen nga Bonaparti, pra parti. Jo, ore. Dhe në të qartë se Bonaparte ishte politikan shqiptar që kishte hapur një parti. Zoti profesor, po kjo s'është provë mjaftueshme, Bonaparti. Ç'është kjo? Ashtu do prap të japun, ai pushtoi Europën që në moshë të re, apo jo? Po, e bëri. Por, kush e ka pushtu tjetër Europën që në moshë të re? Shqiptari. A thu prandaj shpalli veten mbret o profesor? Normale, kur nuk të shpallin ti çfarë bën, mor zotri, vetë shpallesh, shif zokun, shif Bonaparte, një soj ciu, thuaj pak, a lidhe Shqipëria këtu apo? Pyton, se kisha menduar asnjëherë këtë profesor, bravo. Ato bravo si. Po, vazhdo, se që ka shumë interesante kjo. Betejë që Bonaparte humbi, pse humbi mor zotri, se ishte shqiptari, tërhiqo. Po ai nuk pranoi, hajde li qiksa se e kam në dorë, po kishte në dorë. O profesor, po se në çdo foto ti ai mban dorën të futur te xhaketa. Ka lidhje me Shqipërinë edhe kjo tani sipas teje? Sigurisht, por ti zotri është gjithmonë duke kërkuar çakmakun. Ku e lash për të Jo, prove. Pa ta ashtu. Nga se vëtish Bonaparte më zotri. Po se di, nga vetmia më duket e lan vetëm. Duhet ta dish, mësoje, zotri, historinë e Shqipërisë, mësoje. Po qa histori e Shqipërisë, nëse është e Francës, po nejse, pse vdish? Vdish nga ultra në stomak, pra, rakia, cigari gjithë ditën, madje dhe esull në mëngjes, fik si shqiptarët. A do pravo? Ja, le se na mbushe mendin, oke, do s'mbyllja këti, oke, do s'. Ja, nuk e mbylla e mër zotri, sa shqiptare i njeh themelet e ti, po kam edhe një tjetër. Po. A i shpiku strategjin t'i bje më shkurt, dhe kam që rrugë e futu e pushta. Shqiptar vra, futu këtu shkurt, hale jo parko aty se nuk punohemi. E kupton apo jo? Mas ja fut kota shi, profesor, se me të vërtet, po dua të di ku i ke marrë këto diploma ti. Tani për ta mbyll mirë që ishte shqiptar, po ishte edhe nga Përzhita, Mulleti, ato zona andej. Ja ke fut kot, pa di të bëj mish ai, se andej zonë mishi është. Jo, për të zotri, ishte Tiranës, prandaj i kanë dedikuar këngë Napoleoni që e kërcen në tasma, por thel, nuk është thjesht kërcim, është ritual festiv për pararsin e tyre Napoleon Bonaparte. Pas gjithë këtyre duhet ta rishikojmë tani historinë. Shumë faleminderit profesor Rik, hajt, natën e mirë. Akoma domo. Rishikoni edhe punën e Egjiptit me piramidën. Po to pse? Po pse se pranoni që piramidat e Egjiptit i ndërtuan shqiptarët, mor pse që kemi bërë? Profesor, se kjo është akuzë e rëndë për Egjiptin. Tani unë e di që mbreti i tyre i parë ishte shqiptar, po jo se i ndërtuam ne piramidat. Po nuk është akuzë, por është korrigjim historik, o djallar. Mirë, mos e prish gjakun. Na thuaj pse, profesor, të lutem. Sepse janë pa leje ndërtimi dhe askush nuk i prish dorë, mor stili shqiptari, do prapë apo jo? Po ne si staf jemi shumë kurioz, si arritët ju në këtë përfundim?
Se fillimisht nga arkitektura, piramida është një objekt që ndërtohet shumë shpejt dhe nuk mbaron kurrë plotësisht, a kupton, me maj. Pse? Sepse ose mbarojnë legët, ose presim atë mikun që e rregullon më vonë, i kafet e xhepi, a kupton ato prap? Mirë, po ta gurët gjigantë si ngritëm nëse që ka shumë interesante kjo, se nuk është zbuluar ende, hajt na e thuaj ti. Teknikën tradicionale shqiptare, Morgjela. Cila është kjo? Hajde edhe i dorë, burra, edhe i qik. Profesor, kështu si që ke nisur, do na nxjerrësh edhe faraonin shqiptar, të lutem tashi. O shqiptar është zotri, madje është tipik kryefamiljar shqiptar, që gjithë punojnë ai rrin divanë dhe jetë mend, bëj kështu, bëj ashtu e di unë, zë prap ajo. Po, profesor, të falenderoj shumë, oke, të lutem, mbyllë telefon që do telefonoj prap, se kam prova që edhe dinosaurët ishin shqiptar, po shduken se gjetën parkim. Po, me të mira, profesor, të uroj shëndet. Edhe herës tjetër merri ato diplomat edhe grisit e gjitha nga e para tek e fundit. Oke, do s'kem bëri me dhimbje koke mua. Do t'i fusim në një qili, apo jo? Po. Do t'i do, i themi profesorit. Profesor, ti do që gjithë bota t'jetë shqiptare, por nuk bëhet tani. Ne me të vërtet i kemi qef shqiptarët, po jo ka i shumë. Egjipti, Napoleon, bona parti. Një femër të falesha sa bukur. Ishim 20 vite, pothuajse 20 vite pas në Top Fest 3 kur kjo këngë doli. Sa u bën 20 vite? Po. Ua, 2005-2006 çka e tillë. Çfarë thua tire? Shumë e la. Do ti do, po. Dum. E ke menduar ndonjëherë që ne kemi një lloj paragjykimi për kinezët që han me shkopin? Her pas herë. Çuditshëm janë si janë me. Po pse sa duket çuditshëm, për shembull kur ne i gjëmojmë atij kokrës së ullirit me kujt dhëmbësh. Pse me kujt dhëmbësh e hati kokrën e ullirit? Po edhe këta që pinë ndonjë gotë, her pas herë i shkojnë shumë. Si pianet si thegur. Ti je pianet si thegur. Si shkon tyre? Pse nuk duket e çuditshme kjo, po do duken ata. Po, për ata mbase ke pyet ndonjëherë në një kinez, çfarë duket të çuditshme te ne? E pyeta ai më tha, po se kuptova çfarë tha. Si ta tha? Nimësh ata, po çuçi. Ashtu ta. Këto janë lajmet e Pekinit. Me çuçi, e kështu e the, çuçi, po. Po çuçi. Çuçi. Çudirat nga bota, përveç tyre ngjarjeve të tmerrshme që janë duke ndodhur. Po. Por aktualisht janë 550 persona në gjithë botën që janë të ngrirë. Si të ngrirë? Ja, fut në ngrirë. Jo, më duhet thot diku shkriva. Se po këta janë Big Brother janë ata, po e vjen ai surprizë? Në pritje të ringjalljes me teknologjinë e së ardhmes. Çfarë thuare? Kupton këta miq që kanë lënë jetë, miq që kanë lënë shëndetin, kanë lënë dhe menja. Janë futur aty dhe presin të ringjallën. Shtypë atë se ke informacion më shumë. Shtypë atë. Numri i personave të ruajtur aktualisht në kriproservim quhet. Po, me krip, janë brenda në krip ata. Është rritur në mbi 550 në mbar botën, ndërsa mijëra të tjera janë regjistruar për të nënshtruar këtij procesi pasi të ndahen nga jeta. Si ata vdesin? Po, këta vdesin edhe na fusin aty te kavanozin e. Jo, se po ke është i film kështu. Dezinformon Juli. Ata nuk vdesin. Pra nuk ju ka ardhur ora që qoftë pasi të ndahen nga jeta. Ore nuk ikën ai për shkakun 90 vjeç. O ti zotri kështu shkruaj këtu tani. Ore shkon ti i thu duhet ngri. Duhet shkri pas 300 vitesh. Po të fusin aty ata sepse e ke parasysh kur vë peshku ngrirje nuk prishet edhe njeriu, po fut ngrirje nuk prishet. Peshku është i gordhur më zotri, pra këtu është. Po jo, s'ke parë një peshk gjallë që rrin ngrirje? Po si e ku edhe kur shkrihet ringjallët ai prapë. Thotë po më ndoshta është ai i madhi, po këtë ditë. Jo, po nuk bëhet teknologjia e peshku, a kupton? Se peshku nuk ka tru. E ke vënë re tru peshku? Jo, peshku s'ka memorie, thonë. Jo, edhe tru s'ka. E ke hapur një kokën e peshku, ku e ka trurin peshku? Po digjun. E pra, unë që ha kokën peshku. Nuk ja ha kokën tjetë. Po koka është me shish, po koleg. Gjithë te koka është lezeti. Këta individ ruhen në temperatura ekstreme prej minus 196 gradë Celsius në Arizona dhe Chronix Institute në Michigan.
553 do bëhemi do shkojmë dhe ne Juli, u pa. Ndërsa procesi teknikisht quhet vitrifikim, I cili përdor një lloj antifrizi mjekësor. Idhi antifriz ka I bluja. Sa I kuqi nuk ka për makinën time. Po sepse ai lëngu antifrizit është deri në temperaturë shumë lartë. lartë. Ai është për të mos ngrirje pra. Po të futej lëngu që ti t'jesh ftohtë po mos të ngrish. Është shumë komprachikoze si gjë Juli. Kuptoj. Prej lëngu të erdhëm nga lëngu po shkojmë. Lëngu po është I mi lëngu. Okej, është 19 milion I thonë kësaj. 19:44 kemi reklama. Reklama patjetër që kemi reklama dhe rikthehemi sërish për mbyllje.